Bazat e predikimit ekspozues. Nehemia 8. Le të shkojmë te Nehemia kapitulli 8 dhe të lexojmë vargjet e para. Atëherë tërë populli u mblodh si një njeri i vetëm në sheshin që ishte përpara portës së ujrave. I than pastaj shkruesit Ezra të sillte librin e ligjit të Mojsiut, që Zoti i kishte dhënë Izraelit. Ditën e parë të muajit të 7, prifti Ezra solli ligjin para asamblesë së burrave, të grave dhe të gjithë atyre që ishin të aftë të kuptonin. Pastaj e lexoi në sheshin që ndodhet përpara portës së ujrave, nga agimi deri në mesditë përpara burrave, grave dhe atyre që ishin të aftë të kuptonin. Kjo frazë e shkurtër është interesante apo jo? Dhe atyre që ishin të aftë të kuptonin. Mendoj se kjo shërben si udhëzim për ne, kur bëhet fjalë për mënyrën se si e strukturojmë adhurimin ton dhe mësojmë se si t'i heqim nga mendja fëmijët që u lërin dhe t'i inkurajojmë prindrit e rinj që ta kuptojnë gjithashtu se dobia që do të kenë nga këta përbindësha të vegjël që i mbajnë në prehër nuk do të jetë edhe aq e madhe, as për ata dhe as për anëtarët e tjerë të bashkësisë. Kështu mund të bini në lloj-lloj telashesh me Jezusin. E kuptoni vetë. Ju po silleni si dishepujt e rritur dhe të këqinj që i larguan fëmijët dhe gjëra të tjera si këto. Por ka shumë kohë që kurse vendosa të jem një dishepull i rritur dhe i keq në këtë pikë, sepse mendoj se e gjithë ideja është që ushqyerja e këtyre foshnjave në gjirin e nënës dhe mbikëqyrja nga prindrit është një e drejtë e veçantë në familje. Vjen një kohë kur ata kuptojnë. Për disa kjo kohë vjen më herët se për të tjerë. Mirë po, sa për foshnjat e vogla, ato nuk kuptojnë asgjë dhe përfitimi i tyre është shumë i vogël. Nuk mendoj se mund të formoni një doktrin nga ky pasazh te Nehemia 8. Të paktën unë nuk mundem. Mund ta provojmë. Megjithatë mendoj se është interesante që identifikon dëgjuesit. Këtu nuk po flitet për ndonjë racë të veçantë qenësh, por flitet për të gjithë ata që ishin të aftë të kuptonin. Dhe veshët e të gjithë popullit ndiqnin me vëmendje librin e ligjit. Shkruesi Ezra qëndronte me një tribun prej druri që kishin bërë për këtë rast. Pranë tij ishin në të djathtë një grup njerëzish. Dhe pastaj, Ezra e hapi librin në prani të gjithë popullit, sepse rrinte më lart se tërë populli. Sa e hapi, tërë populli u ngrit në këmbë. Ezra bekoi Zotin, Perëndinë e Madh, dhe tërë populli u përgjigj: Amen, amen, duke ngritur duart. Pastaj u përkulën dhe ranë përmbys me fytyrë për tokë përpara Zotit. Dhe levitët, emrat e të cilëve janë aty, e ndihmonin popullin të kuptonte ligjin, ndërsa populli rrinte në këmbë në vendin e vet. Ata lexonin në librin e ligjit të Perëndisë në mënyrë të qartë, duke shpjeguar domethënien e tij me qëllim që të kuptonin atë që lexohej. Nehemia, që ishte qeveritari, Ezra, prift dhe shkrues, dhe levitët që e mësonin popullin i thanë tërë popullit: Kjo ditë i shenjtërohet Zotit, Perëndisë tuaj. Mos mbani zi dhe mos qani. Tërë populli, në fakt, duke dëgjuar fjalët e ligjit, qante. E falenderojmë Perëndin për fjalën e tij. Disa nga ne mund të identifikohen menjëherë me fjalinë e fundit në vargun 10. Tërë populli, në fakt, duke dëgjuar fjalët e ligjit, qante. Duke qenë se njerëzit tanë qajnë rregullisht, ndërkohë që na dëgjojnë ne që përpiqemi ta kuptojmë Biblën dhe t'ua komunikojmë atyre. Ajo që dëshiroj të bëj me kohën që kemi në dispozicion është që së bashku të rikujtojmë disa nga gjërat praktike në lidhje me predikimin. Mirë po, para se ta bëj këtë, dëshiroj që të sqaroj një gjë, një çështje praktike. Mbrëm zbulova diçka që më mungonte në shënimet e mia në lidhje me Martin Lloyd Jonesin dhe shërbesën e tij. Një nga kolegët e mi erdhi tek unë më pas dhe më tha që e kishte zbuluar se cili ishte çelësi i natyrës së predikimit të fuqishëm të Lloyd Jonesit, dhe se unë as që e kisha pikasur fare. Prandaj e falenderova atë për inkurajimin dhe i thash: E po, cili ishte çelësi? Ajo që kam këtu është një recet nga Bethania, gruaja e Lloyd Jonesit, e cila me sa duket gatuante një kek shumë të fortë dhe ngjitës me 230 gram miell dhe me 120 gram gjalp ose margarinë dhe sheqer të kokrizuar. Me sa duket Lloyd Jonesi hante 7 copa nga ky kek përpara se të predikonte. Dhe mendoj se ky duhet të ketë qenë çelësi i suksesit të tij. Prandaj do t'ju jap një kopje të recetës së kekut. E dini çfarë? Pse të mos e provojmë, duke qenë se disa nga ne kanë vështirësi në këtë punë. Merreni recetën dhe çojani gruas suaj në shtëpi. Kjo është receta e zonjës Jones. Nuk është e shpikur, nuk e shpikëm ne. Kjo është origjinale dhe nuk duhet ta merrni me të qeshur. Ja pra ku e keni. Tani le të flasim për predikimin. Këtë dëshiroj të bëj gjatë minutave në vazhdim. Të hyjmë aty ku
Në shumë mënyra, engjëjt druajnë të hyjnë. Dëshiroj të vlerësoj murtësinë e John Wilmerit, i cili ishte konti i Rochesterit në shekullin e 17 në Angli. A i tha, përpara se të martohesha, kisha 6 teori për rritjen e fëmijëve. Tani kam 6 fëmijë dhe asnjë teori. Mendoj se ne që kemi predikuar për një farë kohe, mund të identifikohemi me këtë gjë kur bëhet fjalë për predikimin. Sa më shumë të diela që kalojmë, aq më pak ndihemi se dim. Sigurisht që nuk mund të jesh në një vend më të vështirë se vendi ku jam unë tani, ku në shoqërinë e kolegëve më duhet të pranoj para jush sfidat e mia të veçanta në lidhje me këto gjëra. Më lejoni të filloj thjesht duke thënë disa gjëra për detyrën e predikimit dhe në veçanti për predikimin ekspozues. Mendoj se njën nga arsyet për mungesën e interesit ndaj predikimit ekspozues, dhe këtë ja u ludova herën e fundit kur po flisja për studentët e rinj në seminare teologjike, të cilët i përfundojnë studimet e tyre dhe, në fakt, nuk e kanë bërë punën e vështirë të studimit të tekstit të shkrimit. Pra, njën nga arsyet për mungesën e interesit nga ana e atyre që kanë përgjegjësinë e predikimit, si dhe nga ana e atyre që dëgjojnë, sigurisht dhe për fat të keq, është që shumë përpjekje për të predikuar në mënyrë ekspozuese kanë qenë tmerrësisht pajet, të rëndomta dhe në shumë raste të rësisht të mërzitshme. Me fjalë të tjera, njerëzit kanë të drejtë kur thonë nuk më pëlqen predikimi, për shkak se një pjesë e madhe e predikimeve tona është shumë e dobët. Duhet të pranojmë që predikuesit jemi ne. Prandaj, nëse kjo vlen për ne, le ta pranojmë. Sigurisht që e mahnitim vetëm me genialitetin ton kur ja dalim ta marrim tekstin e shkrimit, i cili është jetëndryshues dhe më i mprehtë se çdo shpatë me dy tehe, dhe e komunikojmë në një mënyrë as pak të efektshme. Dhe këtë e bëjmë me po atë pasion që presim nga dikush që lexon një numrator telefonik. Bashkësia jon rri ulur dhe thot: "E po, nëse kaq mund të ngazëllohet ai nga kjo gjë, atëherë nuk është habi që unë jam i ulur këtu, duke dëshiruar të kisha një dritare jashtë secilës ta hidhja vështrimin tim." Ndryshe nga kjo, Calvini tha se në predikim, Perëndia denjon që t'i shenjtëroj buzët dhe gjuhën e burrave në shërbim të tij, duke bërë që përmes tyre të dëgjohet zëri i tij. Kurdoherë që Perëndisi pëlqen ta bekojë mundin e tyre, ai e bën doktrinën e tyre të efektshme përmes fuqisë së frymës së tij, dhe ai zë, i cili në vetvete është i vdekshëm, bëhet instrument për të përcjellë jetë të përjetshme. Ai zë, i cili në vetvete është i vdekshëm, bëhet instrument për të përcjellë jetë të përjetshme. Sigurisht që kjo tregon domethënien e pamas të detyrës së predikuesit, dhe njëkohësisht na siguron edhe kundërhelmin për çdo formë të mundshme krenarie. E themi këtë sepse predikuesi është shërbëtori i Perëndisë, i cili nënshtrohet fjalës së Perëndisë dhe e shpall atë. Nuk do të citoj shumë nga Calvini, por sërish në komentarin e tij mbi Efesianëve, ai thotë: "Është e sigurt që nëse vim në kish, jo vetëm që do të dëgjojmë një burr të vdekshëm të na flas, por gjithashtu do të ndjejmë që Perëndia po i flet shpirtit ton me fuqinë e tij të fshehtë, që ai vetë është mësuesi, që ai na prek aq thellë sa që zëri njerëzor hyn brenda nesh dhe na sjell një dobi të tillë sa që ne rifreskohemi dhe ushqehemi prej tij. Perëndia na thërret te vetja, një lloj sikur të na fliste me gojën e tij dhe ne ta shihnim atë ballë për ballë." Mendoj se duhet ta pranoni që anëtari i zakonshëm në bashkësitë tona nuk vjen ta dëgjojë predikimin e fjalës së Perëndisë me këtë lloj tabloje në mendje. Përkundrazi, ata vinë të ulen, të rehatohen dhe të shijojnë shfaqjen, të japin pikë për gjatësinë, për humorin dhe për strukturën e predikimit. Në thelb, thjesht për të qenë një farë jurie që jep pikë. Pastaj, kur janë duke u kthyer në shtëpi dhe gjatë drekës, ata gjykojnë se çfarë vlerësimi të na japin mbi bazën e listës së tyre të pashkruar, të cilën e kishin në mendje. Prandaj kemi nevojë që me të vërtetë të lutemi fort që Perëndia të mund të ndërhyjë në bashkësitë tona, deri në atë pikë që ai ta shfaq veten e tij aq fort me anë të fjalës së tij, nëpërmjet frymës së tij, saqë të bëhet e qartë për ne dhe për njerëzit tanë se ajo që po ndodh është diçka me një origjinë të mbinatyrshme dhe ka një ndikim të përjetshëm. Mirë, po nëse duam që të arrijmë deri në këtë pikë, do të na duhet të punojmë fort. Çfarë është predikimi ekspozues? Çfarë është predikimi ekspozues? Ku fillon predikimi ekspozues? Çfarë bën një burr të jetë ekspozues apo shtjellues i shkrimit? E po, së pari, predikimi ekspozues, e thënë thjesht fare, është predikimi që fillon me tekstin e shkrimit. Kjo është aq e qartë sa që zor se është e nevojshme ta themi. Megjithatë, mendoj se duhet thënë. Kjo nuk do të thotë që çdo predikim që japim fillon me frazën
Ju lutem, le ta hapim Biblën në këtë apo atë pasazh. Edhe pse kjo është një disiplinë shumë e mirë për ne. Kjo është një disiplinë për ne si predikues që t'i kujtojmë vetes se ajo që do të bëjmë duhet të fillojë me tekstin. Prandaj, për aq sa është e dobishme për ju, personalisht jam i lumtur që 90% të predikimeve të mia t'i nis në atë mënyrë. Megjithatë, pavarësisht nëse nisim duke thënë teksti im është ky, ose pasazhi për sot është ky, ose ju lutemi, hapini Biblat tuaja në filan libër, predikim ekspozues do të thotë që piknisja e fillimit të mesazhit ton, qoftë një ngjarje e kohëve të fundit, qofshin fjalët e një kënge, qoftë ndonjë çështje bashkëkohore të cilën bashkësia e ka në mendje, menjëherë bëhet e qartë për njerëzit tanë se është teksti i shkrimit ai që e përcakton agjendën e predikimit. Teksti i shkrimit është ai që e përcakton agjendën e predikimit. Nuk është që predikuesi fillon me një ide të madhe ose me një ilustrim të mrekullueshëm dhe pastaj nis të kërkojë një pasazh të përshtatshëm. Përkundrazi, ai fillon me vetë tekstin e shkrimit dhe që vetë shkrimi, vargjet që po shqyrtohen, caktojnë për ne kornizën dhe përmbajtjen e asaj që komunikojmë. Ja pse John Stotty thotë, bindja jon është që i gjithë predikimi i vërtet i krishterë është predikim ekspozues. Mendoj se menjëherë kemi hyrë në binarët e gabuar, dhe kjo ndodh gjatë gjithë kohës në seminaret teologjike, sepse ata e japin mësim kështu. Pra, jemi në binarët e gabuar kur e mendojmë predikimin ekspozues si një stil predikimi të cilin mund ta zgjidhni nga lista. Tematik, devocional, ungjillëzues, tekstual, apologetik, profetik, ekspozues. Zgjidhni një nga lista e mësipërme dhe përqafojeni si stilin tuaj. Bie dakord që predikimi ekspozues duhet të jetë predikimi standard, pavarësisht nëse teksti ynë është devocional apo diçka tjetër, në mënyrë që ne dhe njerëzit tanë të jemi të ankoruar, duke parë se si teksti i shkrimit e përcakton si kornizën, ashtu edhe përmbajtjen e asaj që thuhet. Predikimi ekspozues nuk është fare çështje stili. Në fakt, hapi përcaktues që vendos nëse një predikim do të jetë ose jo ekspozues, ndodh para se të jetë shkruar qoftë edhe një fjalë vetme. Së pari dhe më e rëndësishmja, mbi emri ekspozues, përshkruan metodën me anë të së cilës predikuesi vendos se çfarë të thotë dhe jo si ta thotë. Ky është një dallim tepër interesant. Por kur e kapim këtë, atëherë kuptojmë që predikimi ekspozues nuk është thjesht një komentar varg pas vargu i një pasazhi të shkrimit. Mirë po, këtë kanë njerëzit në mendje. E po, kjo është arsyeja pse nuk bëj predikim ekspozues. E di se ç'është predikimi ekspozues. Thjesht një komentar i vargjeve. Ju thoni, tani jemi në vargun 11 dhe këtë thot ky varg. Tani le të shohim vargun 12. Tani do të kalojmë te vargu 13. Kjo është paraqitur si modeli standard i predikimit ekspozues. Do të zbuloni që ky nuk është standardi i predikimit ekspozues në Mbretërinë e Bashkuar, edhe pse këtë model mund ta gjeni në Shtetet e Bashkuara. Nuk do të nisim një luftë ndërkontinentale mbi këtë çështje, por thjesht po them që nëse dëgjoni një sër predikuesish, dhe shumë prej tyre janë nga Mbretëria e Bashkuar, do të vini re se qasja e tyre ndaj ekspozimit ka një vijë shumë më gjithëpërfshirëse se ajo që është paraqitur nga një larmi shkollash. Se ajo që unë do ta quaja një lloj metode studimi i Biblës, e cila mund të përdoret pothuajse nga kushdo që mund të lexojë anglisht dhe mund të referohet komentareve të tekstit. Prandaj këtë mund ta bëj kushdo. Ata mund të thonë, këtë javë po studioja dhe zbulova këtë gjë në vargun 11. Vazhdova studimin dhe gjeta këtë tjetrën në vargun 12. Nëse shihni tani në vargun 13, kjo është ajo që zbulova atje. E po, a është ky ekspozim? E po ju mund të thoni, jo, nuk është. Është thjesht kur ai tipi e ngre pak më lart zërin. Jo, ky nuk është ekspozim. Ose kur është pak më tepër pasionant. Jo, ekspozimi është ai që është. Dallimi në mendjet e njerëzve, si dhe pyetjet që ju bëjnë në seminare dhe konferenca si kjo, për atë që ndodh në ekspozim. Dhe po ju them sërish se është paraqitur një model i caktuar. Ky është modeli dhe çdo devijim prej tij mund të jetë çdo gjë tjetër veçse jo ekspozim. Megjithatë, po të shkoni te predikimet e Stottit, nëse shkoni te predikimet e Eric Alexanderit, nëse shkoni te predikimet e Sinclair Fergusonit, nëse shkoni te predikimet e Tim Kellerit në kishën presbiteriane Redeemer në New York, nuk do ta gjeni atë gjë. Tani pyetja është kjo. Apo përfshihen këta burra në ekspozim? Ju e kuptoni që ekspozimi fillon me tekstin e shkrimit. Ekspozimi fillon nga fakti që ne vendosim se çfarë do të ndodhë këtu. Ky nuk është një stil.
Është e mundur të predikosh me egzegjes pa predikuar në mënyrë ekspozuese. Duke qenë se ekspozimi duhet që në mënyrë të pashmangshme t'i përgjigjet pyetjes e pastaj në mendjen e dëgjuesit. Predikimi ekspozues është ai që i inkurajon dëgjuesin të kuptojë pse një letër e shekullit të parë drejtuar një kishe në Korint gjen zbatim në një bashkësi të shekullit të 21 në Cleveland të Ohio's. Prandaj, ekspozimi nuk do ta lërë dëgjuesin të përhumbur në lidhje me mënyrën se si predikuesi po e trajtonte tekstin. Përkundrazi, ekspozimi do t'i mbush horizontet e botës në të cilën jeton individi me botën nga vijnë shkrimet. 2 rreziqet e predikimit ekspozues. Sigurisht që kur përfshihemi në predikimin ekspozues, ne përballemi me 2 rreziqe të caktuara. Supozimi që mesazhi është pjesërisht pa lidhje me dëgjuesit tan. Njerëzit janë ulur në audiencë dhe thonë me vete: "Kjo nuk ka lidhje. Ja tek kemi një burr fetar që po na jep një fjalim fetar. Unë jam njeri i shekullit të 21. Më kanë sjell me zor këtu, dhe të them të drejtën, nuk është se më intereson shumë kjo gjë. Çfarëdo që të ketë për të thënë, pavarësisht se sa i ngazëlluar që mund të jetë për këtë gjë, kjo nuk ka fare lidhje me mua." Prandaj, si predikues, duhet të punojmë fort për të siguruar që nuk po bëjmë thjesht egzegjes të mirë, pra duke i ndihmuar dëgjuesit ta rrokin kuptimin e tekstit. Por, edhe po mundohemi të tregojmë rëndësinë e tij në botën personale të dëgjuesit. Për shembull, ne mund të japim mësim mbi doktrinën e mishërimit dhe nuk duhet të kënaqemi thjesht duke u siguruar që dëgjuesit tan ta kuptojnë udhëzimin që po u japim. Të paktën duhet të nxjerrim në pa rrjedhojat e parimit të madh të misionit mishërues dhe kështu ta bëjmë të qartë lidhjen, gjë që i jep mundësi predikuesit të thotë diçka të tillë si: "Shërbesa e Jezusit ishte një shërbesë për fshirjeje dhe jo shkëputjeje. Prandaj edhe ne duhet të ballafaqohemi me faktin që nuk mund të shërbejmë dot një botë të humbur nëse nuk jemi në të." Ju e kuptoni që ne mund ta trajtojmë mishërimin thjesht si një doktrinë diku atje që thotë se Perëndia u shfaq. Dhe kështu jemi treguar besnik ndaj materialit didaktik. Sigurisht që rreziku binjak është që njerëzit janë ulur, po na dëgjojnë dhe besojnë se mesazhi është menjëherë i përshtatshëm. Ata janë të ulur aty dhe presin që ne të kalojmë menjëherë te zbatimi. Ata duan të dinë se çfarë kuptimi ka kjo për ta. Trysnia që mund ta mbërthejë një predikues në lidhje me këtë gjë është trysnia që na nxiton për ta personalizuar tekstin, që të jemi tepër të shpejtë për t'u thënë njerëzve: "E dini çfarë? E di që mendoni se kjo nuk ka lidhje me ju, por më lejoni t'ju tregoj se sa shumë lidhje ka në të vërtetë." Dhe në përpjekjen tonë për të dalë te lidhja dhe për të tejkaluar mundësinë e të dukurit se nuk ka lidhje, në fakt, ne vetë përfundojmë të jemi krejt pa lidhje, sepse dështojmë ta bëjmë ato lloj egzegjese që është e nevojshme për t'u treguar atyre pse ky pasazh është i përshtatshëm. Me fjalë të tjera, përpara se ata të fillojnë të thonë "Çfarë kuptimi ka kjo për mua?", ne duhet t'u themi atyre se çfarë kuptimi ka ky pasazh. Tani, në një nga deklaratat e mrekullueshme të Dick Lucasit, në të cilën ai flet për predikimin ungjillëzues, ai thotë: "Po, ne kemi nevojë që t'u themi njerëzve se Jezusi do të vijë në zemrat e tyre. Mirë po së pari, kemi nevojë që t'u themi atyre se Jezusi erdhi që të vdiste për mëkatet e tyre. Ne jemi kaq të shqetësuar që t'u tregojmë atyre për Jezusin që vjen në zemrat e tyre sot, saqë na shpëtoni gjithë themeli mbi të cilin mbështetet e gjitha kjo." Mësimen nga Lukasi. Ka disa gjëra të cilat mendoj se do të na ndihmojnë në lidhje me përfshirjen tonë në këtë detyrë. Ju që dëshironi të keni më shumë nga ky material, mund ta gjeni në libërtin që shkrova kur u përpoqja që ta kuptoja natyrën e kësaj detyre për veten time. Nuk është ndonjë libër i jashtëzakonshëm, por të paktën është një prezantim i mirë. Tani dua që të hyjmë në një territor të frikshëm dhe të rrezikshëm. Gjë që e bëra dikur dhe u betova se nuk do ta bëja më kurrë, por si të qoftë, edhe mund ta bëj. Kjo më jep mundësi që t'ju tregoj talentet e mia të shumta dhe mes tyre edhe aftësitë e mia artistike. Mezi po pres që t'ju ndihmoj të shihni këto gjëra. Gjithsesi, së pari, më lejoni që të pranoj diçka të cilën e kam bërë më parë dhe dua ta bëj sërish. Në vitin 1984, erdha këtu në vitin 1983. Kisha qenë asistent për 2 vjet në Edinburgh dhe 6 muaj si pastor në një kishë. Kisha shkuar vetë tek ajo kishë. Fillova te letra e Filipianëve me vargun 1 dhe vazhdova deri në fund. Ky është një udhëtim shumë i lodhshëm, por e dija se letra kishte vetëm 4 kapituj. Për më tepër, kisha lexuar diku që kjo ishte letra e gëzimit. Prandaj mendova se ata ndoshta do të ishin tepër të gëzuar ndërsa unë e predikoja. Ky u bë modeli për mënyrën se si i bëj gjërat.
Kur erdha këtu në Shtetet e Bashkuara në vitin 1983 dhe mu dham përgjegjësi në këtë bashkësi, u kënaqa fort që zbulova se ky zotëria i quajtur Dick Lucas do të vinte në Charlottesville, Virginia, dhe do të fliste në një konferencë që mendoj se titullohej "Të flasësh duke dëgjuar". Prandaj u thash pleqve të kishës se do të doja të shkoja në konferencë dhe ata më dërguan me njëherë. Ata më thanë, a mendon se kjo do të ndihmoj që të predikosh? Unë u thash, po. Ata ma kthyen, po, atëherë shko me njëherë dhe rrisa të duash. Ato 2 ditë ishin ditët më të dobishme dhe të mbushura me ndihmë dhe udhëzime për të mi hapur syt në lidhje me rëndësinë e dhënies mësim të Biblës dhe të mrekullisë që është kjo në vetvete. Mund të them se nuk kam pasur kurrë 2 ditë më të mira se ato që kalova në Charlottesville. Në fakt, nuk jam larguar kurrë nga mësimet që u përpoqja të zbuloja dhe të mësoja atje. Disa prej mësimeve që ju a përmenda juve që ishit këtu herën e kaluar, do t'u kthehem sërish bashkë me ju, pa u justifikuar. E them këtë sepse elementi rifreskues i gjërave është shumë i rëndësishëm. Kur piloti shkon te simulatori në Atlanta apo kudo që të jetë, ata nuk i mësojnë si të fluturojë si kamikaz apo si të fluturojë për bombardimin në aeroportin O'Hare të Chicagos. Nëse ai dëshiron ta bëjë këtë gjë në kohën e tij, e ka vetë në dorë. Mirë po, ajo që ata përpiqen të bëjnë është që ti thonë, dëgjoj, ne duam të sigurohemi që ti mund t'i afrohesh kështu aeroportit kombëtar në DC. Duam të sigurohemi që mund ta bësh me ato kushte, në këto kushte dhe në këto të tjerat. Ata thjesht përsëritin të njëjtën gjë vazhdimisht. Shoh që edhe mua më duhet i kthehem kësaj gjëje vazhdimisht. Prandaj këto mësime janë në thelb ato të cilave mund t'u referohemi si mësimet e Lukasit. Këtë zotëri, që është në anën tjetër të oqeanit dhe gjithmonë thotë se është shumë i moshuar për të ardhur sërish këtej. Shpresoj që mund ta sjellim përsëri vitin që vjen dhe ta kemi folës në konferencën tonë, në mënyrë që ju të provoni origjinalin, të paktën për një 2 sesione. Pastaj do ta kuptoni pse jam kaq i intriguar prej tij. Mirë po, ajo që dua të bëj është që të përmend disa gjëra dhe t'i trajtoj disa prej tyre bashkë me ju gjatë kohës që na ka mbetur. Do të kaloj nga një gjë te tjetra dhe shpresoj që dobia e kësaj do të bëhet e dukshme kur të jemi bashkë në sesionin e radhës, kur ndoshta mund të flasim për këto gjëra.